Shkaqet të femrat, do më të më ti ndajmë mësot, kush janë shkaqet më të madhore të femrat, janë shkaqet duke filluar që nga infeksioni, duke filluar që mund të ketë tubat e fallopit mund të jenë të mbyllura, mund të ketë probleme të malformacioneve të ndryshme, si mund të jetë një septum i mitrës, mund të jetë një polip, mund të jetë një miom, pra janë shkaqet madhore që zgjidhen, ka sot ekzistojnë të gjitha metodat dhe të gjitha ekzaminimet që mund të arrihen të korrigjohen. Mund të jetë edhe një shkak shumë i thjeshtë që është një çrregullim hormonal që nuk arrin gruaja të ovulojë, domethënë nuk ka cikël, por të gjitha këto rregullohen me anë të trajtimeve. Shkaqet maskullore janë shkaqe një çik jo më pezante, janë shkaqet pezante se po put në një fjalë italisht të padashur, por janë shkaqe më prezente, po. Janë shkaqe që janë më pak të njohura si shkaqe. Për shembull, gjëja kryesore është një çrregullim i spermatogenezës të mashkullit, që mund të janë probleme në vërishmëri, në formë, në numër, por këto janë që korrigjohen. Korrigjohen, patjetër, sepse sot ka metoda që i korrigjojnë. Mund të jetë një shkak, një varikocel që janë tamam si varicet e grave, mund të jetë një problem tjetër që ka kaluar një parotit në moshë shumë të vogël të pa korrigjuar, dhe këto japin probleme në infertilitet. A është steriliteti më i shpeshtë të femrat apo të meshkujt? Apo? Atëre, me statistika botore është 40-40 kjo shkaqet. Po, edhe tham. Unë po shikoj që në Shqipëri... 20 po na mbesin të panjohura. 20 janë të panjohura. Unë po shikoj që në Shqipëri, se unë kam gati 20 vjetë që domethënë bëj këtë punë mbasi jam kthyer nga Italia, dhe shikoj që këtu të shtuara problemet maskullore. Kjo duhet jetë një çik edhe si tabu e mentalitetit ton maskullor. Meshkujt e kanë shumë të vështirë sikur të bëjnë dhe një spermogram. Akoma është e vërtet që zhvillimet hezitojnë. Ajo krenaria maskilizmi shqiptar është i shprehur. Është i shprehur dashur pa dashur del, domethënë nxjerr kokën. Kur duhet të shqetësohet një qift nëse ka probleme të këtilla dhe nuk ka rrinë në një shtatzëni, po themi? Atëre, është shumë e rëndësishme që femrat, që kur fillojnë marrëdhëniet seksuale, duhet të bëjnë kontrolle të erëpaseshme. Duke evituar të gjitha këto shkaqet që, domethënë, paraprakisht, kur martohet, në momentin që fillojnë në qoftë se një vajzë ka një moshë 25, e sot është vështirë të gjenë që gocat martohen 20 vjeç, për një vit e gjysëm nuk arrin dot që të krijojnë një fëmijë, atëherë duhet të shqetësohen të vënë te specialisti. Po kjo nuk është fikse ndar me kalimin me rritjen e moshës së gruas, kjo pritja nuk duhet të jetë e madhe. Vit 35 vjeç duhet të paktën, nuk duhet të presin më shumë se një vit e gjysëm, 2 vjet, po të presin të paktën një vit. Por me rritjen akoma të moshës, nëse martohen në moshat mbi 38, 39, 40, 6 muaj është e mjaftueshme që duhet të presin, nëse nuk arrin të ngelet shtatzan gruaja, patjetër duhet të drejtohet tek një specialist. Diçka jo më praktike, pak më praktike. A mundën të qifte, sikur në planifikimin familjari, thonë vetës, nuk dua të bëj në 2-3 vitet e ardhshme fëmijë, por më pas, po, të bëj një lloj matje e fertiliteti, qoftë femra apo mashkulli. Që të bëjnë paraprakisht. Akoma tek ne nuk është kjo, mund të thuash, një kulturë sanitare, shëndetësore, që të vinë çifti përpara se të vendosin të bëjnë këto kontrolle. Kjo është shumë e rëndësishme në fakt, që në momentin që krijohet një familje, duhet patjetër dhe femra dhe mashkulli paraprakisht të kishin bërë disa ekzaminime. Po kjo është një çik e vështirë tek ne. Pse? Sepse mentaliteti jonë është i tillë që kur martohet, atëherë duhet mendohet. Një gjë që unë vënë re në Shqipëri, besoj edhe në Kosovë, është kjo rritja e moshës së martesave. Që kjo është minus. Në qoftë se përpara martohesh 25 vjeç duke shumë e madhe, tash është vështirë mbi 30-35. Dhe është shumë e rëndësishme për të vlerësuar koha kur mendojnë që të mendojnë për një shtatzansi. Mos të zgjash shumë, sepse zgjatja e kohës është minus për femrën, sepse rritja e moshës është gjithmonë
minus për të arritur atë dëshirë të madhe për të bërë nën. Por nuk duhet të anashkaloj edhe meshkujt, edhe meshkujt duhet të jenë më të pranishëm në këtë problem dhe të bëjnë një analizë shumë të thjeshtë që spermograma, që të jenë krah bashkëshortes për të arritur sa më shpejt dëshirën e tyre. Asgjë se non krenarina, asgjë. Është e vështirë. Cilat janë metodat më moderne që përdor sot mjekësia për trajtimin e sterilitetit? Të infertilitetit. Ta infertilitetit duhet flasim, ha? Pse sterilitetin e eliminohen fare? Steriliteti eliminojnë në qoftë se një femër lind me një mitër ose pa mitër fare, nuk e çaj bën. Në qoftë ekstrauterine? Jo, s'ka, sepse nuk ka mundësi. S'ka mundësi. Sa rindot. Atere, në infertilitetin, sot ka metoda nga më të ndryshme, duke filluar që nga metodat më të thjeshta, janë njësër analiza, sepse unë zakonisht punoj me protokollet italiane, janë disa analiza që janë shumë të rëndësishme për të bërë për para se të vendose diagnoza. Këto analizat janë duke filluar që nga analizat e thjeshta hormonale, deri në analizat më të sofistikuara, më të thuash, analizat gjenetike. Dhe sot ka shumë mundësi për të zgjidhur duke filluar me mjekim shumë të thjeshtë një trajtim hormonal, deri nga metodat më të avancuar që janë beben e pruvet ose X që temine. Në momentet që në qoftë se problemi është i burrit apo i gruas, atëherë kjo bëhet në laborator, bëhet fekondimi laborator dhe embrioni futet direkt në kavitetin e nënës. Sot që shikojmë ka shumë probleme që mund të zgjidhen edhe me trajtimet më të përparuara, që do të thotë, në qoftë se gruaja do ketë probleme që ka një rezervë të vezoreve më të ullët se ç'duhet, bëhet një trajtim me plazmën e vetë gruas që rigjeneron si ovocitet që të jenë më të pjekura në të njëjtën kohë dhe ushqyse për folikujt që kanë vezore. Dhe kjo është një hap goxha i madh. Dhe fundit është trajtimi me qeliza staminale në momentet që gruaja nuk ka mundësi që të ketë vezë. Do me thënë, marrja e qelizave staminale futen direkt në vezoren e gruas dhe bëjnë një ripërtëritje si që bëjnë në trajtimet e gjithë sëmundjeve të tjera. Bëhet kjo tek ne me qelizat staminale? Tek ne nuk bëhet. Akoma? Por në botë bëhet? Në botë bëhet, për shembull, punoj me një qendër të madhe gjenetike që është në San Marino, sepse atje bëhet shumëzimi i qelizave staminale dhe pastaj procedura bëhet në Rom. Kurse kjo është top që mund të arrihet sot. Po zgjidhjen e kemi. Po, zgjidhje. Kontaktojmë me ju, bëjmë analizat, hecim, lëvizim dhe zgjidhjen e kemi. Zgjidhjen e kemi, domethënë, nga që është një shans që mund punoj edhe këtu edhe në Itali, domethënë, problemet që nuk mund të zgjidhen këtu mund të zgjidhen kollaj edhe në Itali. Për moshën edhe për stilin e jetës, sepse për moshën po stili i jetës sa ndikon tek fertiliteti i një femre? Ndikon jashtëmase. Unë mund të vë, domethënë nuk diskutohet se femrat tona kanë filluar sot pinë duhani, droga, jeta e sedentare, ndotja e ambientit, të gjitha janë minus për infertilitet. E kanë rrit incidencën e kësaj. Shëndeti është shumë i rëndësishëm, domethënë as gruaja nuk dihet as shumë e shëndosh, pa shumë e dobët. Vetëm ka një sër analizat që janë shumë të rëndësishme për të bërë. Ka një diagnozat që unë sot vëre në Shqipëri, janë do diagnozat e sindromeve policistike, janë diagnozat që janë shikojnë në mosha shumë të reja, si duket ka të bëjë me mënyrën e të ushqyerit tonë, që ka një përqindje goxha të lartë tek ne, është mbi bazën e një çrregullimi hormonal. Po sot ka metoda që korrigjojnë këtë korrigjimin hormonal për të arritur që me një mjekim shumë të thjeshtë gruaja të ngelet shtatzan. Kontrolli ginekologjik shumë i rëndësishëm. Ka ndonjë kohë që e kufizon këtë, sikur themi çdo 6 muaj, çdo 3 muaj, çdo një vit barëm? Okej, në momentin që vendos që të vinë në qendrën time, atëherë kjo kohë limitohet goxha. Brenda muajit mund të bëhen të gjitha analizat e mundshme, të gjithë ekzaminimet e mundshme për të arritur një diagnozë. Dhe pastaj fillohet trajtimi në bazë të dhënave që merren, fillohet trajtimi që mund të fillojë që nga një mjekim shumë i thjeshtë deri në raport Mirati, themi që bën vetë çifti ose inseminim që merret sperma
futet në laborator dhe futet direkt në rastet që ka pak probleme ose më në fund mund të bëhet fekondimi artificial. Le ti kthehemi edhe një herë